Nëse Muhamedi alayhi salatu selam është profet dhe I dërguari Allah xhaleshanu, ne të kohë dërgojmë salavate parreshtur profetit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, paqja, shpëtimi, mirësi dhe begativ e Allah xhaleshanu qofshin mbi të, mbi gjithë ata që të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E po të nëzum ajetin kuranor ku Zoti I Madhreshëm thot, Allah xhaleshanu nuk do ta ndryshojë gjendjen e një populli për patentuaj popull me ndryshu gjendjen prej të keqës në të mirë. Qofse e kërkon të mirën, unë kom e dhonë të mira. Unë qofse e kërkon të keqe, atëherë unë nuk do të ngutem, sepse du robin tim. Se nuk po e dinaj se qka po kërkon. S'po e dinaj se do të ballavaqohet me një dënim shumë tash për vëllazën që posedon I Madhi Zot xhaleshanu. Prandaj nuk ngutem. Atëherë e kërkon vazhdimsi e sipër. Atëherë thotë në robim, po ballavaqohem me drejtësinë time, ti ballavaqohem me dënimin tim, atëherë shkatërrove vetëm. Dhalike bima qaddamat yadak, wa laysa rabbuka bidhallamin lil abid. Këto janë durët e tua, çka kanë kërku, edhe po shijojnë. Orna edhe falimenton. Allah na ruajt prej atyre që kërkojnë vetëm keq, e bojnë gjunohe, e mëkate pa ndërprer. Ajeti tjetër kuranor thotë që sot ne kemi një temë pse nuk po bjen shi, pse na ndodhen tatësi, pse ndodhen këto probleme. Pejgamberi alayhi salatu selam ka thonë: "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'al qatran min as-sama." Ai I cili e ndalon zakatin, ai I cili s'don me pastru mallin e tij prej haramit, Allah xhaleshanu ja pakson shijon. Edhe ngadal qështu ai le ta shlijon tatësin edhe vështërsitë e problemet e mëdha që do të ballavaqohet gjatë jetës tim këtë botë përkohshme dhe kalimtare. Pra nëse bëjmë gjunohe, duhet ta dimë se kështu do të na ndodh neve. A dini vëllezër të nderuar, atë pasuri që Zoti xhaleshanu neve na ka sjellë, ne duhet të jemi falëndërues, duhet të jemi mirënjohës, ta pastrojmë mallin ton nga harami nëpërmes zakatit. Qofse dojmë pasuri, sikur se atë elhaqi të kathur, është ai jeti kuranor, thot mirë të ata që tentojnë vetëm me grumbullu, dikur mbushët I qepën, qofse nuk e shpërdon, qofse nuk ju del nevojtar vendim, vetëm për vetën tonë mos grumbullo burr. O me ndodhe për tjetrin, ndihmoj edhe atij tjetrin, se pasurinë që ty ta ka sjellë Malli Zot s'është e jotja. është Allah, është isja të varfërit e këti. Prandaj, mos e kesh për ta. Mos manipulo me amanetin Allah, se Zoti xhaleshanu do të manipuloj me ty. Prandaj, ai I cili e ndalon zakatin, nuk e jep tek ai I cili e meriton, edhe ka hisën tek I pasuri, I mirë ai për veti, Allah I madhreshëm e nal edhe pikën prej qiellit, shijon, nuk çan. Ku thot I Madhi Zot xhaleshanu në ajetin kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ. Sadakallahu al-azim. Ne çdo gjallëse I kemi dhënë jetë nga uji. Qofse uji harxhohet, a ka jetë më për ne? S'ka. S'ka të rrohet bota. Prandaj ta ruajmë ujin. Në përkrejt, në për mes ekraneve televizive në përbotë një pikë ujë e reklamojnë, të na askush se reklamon. Si a din rëndësin ujë. Njeriu pa ushqim mundet me shtyt dyshysh, po pa ujë kurse se. Allah mos na lash pa ujë. Faraga ila alihatihim, fa qala alla ta'kulu ma lakum la tantiqun, faraga alihim darban bil yamin. Pe tregojmë rastin e Hazreti Ibrahimit, I cili ka xhelozue për ata, babën e tij, dhe ata cilët I kanë adhuru putat, idolet, gurë që s'kanë pas dobi prej tyre, s'kanë pas kërfar dobije, ju ka shku në rezidencë atje. Ka thonë shka urhon me juve,
Ja kanë lënë ujin përpara, bukën përpara, çështë çyshe kanë lënë, as kanë pi, as kanë ngrënë. Do çka u bë kështu? S'ka përgjigje. Malakum la tantiqum, se s'po fletni more? Unë po briti për jush përgjigje. Faragha alejhim darbën me yamin, ju ka çepuar. Pret voglit derët e madhe, më të madhe ja galon, çashtu në kom ja galon, as po bën, as po ndërgjon, as po dam prej tij, as do bi. Edhe i kanë nërë. A po që i kanë mbytë zotrat tonë, ka thonë vallahe, një feta ju kalu lehu Ibrahim, thët një djallë i ri e emrin e kishte Ibrahim. Po i thëshim Ibrahim. A po në qofë se këta t'il, ta këta, vete këtë matë madhen, kush i ka mbytë, kush i ka fyt, kush i ka zhdu, këtë tregon. Atëherë s'kanë do pi prej tyre. Do me thonë, Hazreti Ibrahimi ka gjelozue tek ata sepse kanë besue gabim, se kanë besu Allah, por kanë besu burin e drurin që s'kan posë do bia s'dan prej tyre. E kemi, tash, thët, pejgamberi alayhi salatu wasalam, thët, inna Allah ju gharu, wa ghajratu Allahi an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah. Zoti Gjellëshanu, Zoti madhërishëm gjelozën, po kune gjelozën? E gjelozën al besimtar që i thët veti besimtar, e vjen me haramet para Allah Gjellëshanu. Allah në rujt prej ti. I thot veti besimtar, i thot veti musliman, ju këmë nështru ligjët Allah të plëcit, mas mrami i punon haramet e Allah. Ku po shkan? Ke bo haram, shko atje, ku e ke veritue. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, ma darabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shejen qat bjedi wala imratan wala khadiman illa an yujahid fi sabilillahi wa ma nila minhu shejen qat فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tepër i mëshirshëm. Leje ndaj njerëzve, edhe ndaj sekteve më të imta, ndaj kafshëve, po se po. Vetëm një deve që e ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka marrë. Se ka marrë. E ka vli Hazreti Omeri. Hazreti Omeri kër e ka vli ka thonë, dhe ka ke marë, se është e malkume, mos godet malkimi Zotit Gjellëshanu, të të Omer. Edhe ka krye. Subhanallah. Thët, as e ka lëndu, as këndin, as shërptorin, as dzion, as bardën, as ka po dalime, po tanë me gjuhë të ambël, në përmes gjuhës ti jënë orientu të kodëzimit madhe Zotit Gjellëshanu dhe kam besu, edhe Zotin, edhe pejgamberin për të dërguar të Allah Gjellëshanu. To ata shkurdimisht që mos zherojnë, mos i marë koma dhe. Kafshet, kemi prej kafshve, Allah, subhanallah. Këtë hudi, pupëse Hazreti Sulejmonit ka qenë postjere. Edhe ka shku prej shtetit ti, tjetërin shtet. Po kur ka shku atje, e kanë gjetë një popull, duke adhuru e dilin, e puta, e tjerë, e hanë. Ka gjelozu, pse s'me besojnë Allahën, e madhërëshëm po besojnë në planete. Subhanallah. E na besimtarë nuk gjelozojnë. Që i tynë veti besimtarë, na del djallin, na del vajza, dalim, bredhim poshtë e lartë, e humbim kohën, haram e qojnë, Allah inshallah na mundson që në zemra tona ta mbjell imanin e shëndoshën, e përmes imanit punojmë, atëherë i afrohemi Allahut madhreshëm mëshirës tij e larg dënimit tij inshallah. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për përfundim, po e tham men ra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika da'afu al-iman. Vëllezër të nderuar xhamat, kjo është hadith e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam asnjëherë s'ka folur pa ushall, s'ka trilluar nga vetë mendja e tij, vetëm duke qenë inspiruar nga i madhi Zot xhalla shanuhu në përmes melekut Jibril alayhi salatu wasalam, edhe thot: kush prej jush e shen një gjë të paheshme, që si përket Islamit as muslimanët, mos të punoj, mos të veproj. Po nëse ki vëlla edhe në bas pesë, edhe në bas kombit, dëshiroj të mirën atij, afrohet e kaj, nëse nuk mundesh me fjalë, fakte, argumente, atëherë në gjithja përdore, o vllai, mos e vallaj, këto është delili.
këto është katërime, këto është hidhërime dhe mallkimi i Allahut Madhreshëm, largohet se s'ki dobi prej ti përveç se datë, edhe kështu me radhë. Po nëse s'ndëgjon as këtë aspekt atëherë wa dhalike fa bi qalbi wa dhalike da'u liman me zemrën tonë be orën. Po që kjo është pjesa më e rëndësishme